Rreshtet e shiut dhe dëborës gjatë orëve të fundit kanë sjellë problematika në disa zona të veriut të vendit, ndërsa strukturat vendore dhe ato të emergjencave civile janë në terren për monitorimin e situatës. Në bashkinë e Shkodrës, më problematike u evidentua shëmbja rrugës nga ura shtret në Prekal, në vendin e quajtur Shkallë Logje, për arsye sigurie ky aks u bllokua, ndërsa në territoret malore borpastrueset kanë qenë në punë gjatë të gjithë natës për të mbajtur të hapur aksin që lidh qafën e Thorës me Thefin, për shkak të fluksit të lartë të lëvizjes, ku si pasojë e ditëve të pushimit, turistë të shumtë vendas dhe të huaj janë drejtuar kësaj pike turistike. Rruga një natë më parë ka paraqitur problematika dhe bllokime për shkak edhe të prezencës së ngricave. Në bashkinë e Malësisë së Madhe rreshet kanë pushuar, ndërsa 3 borpastruese ndolën në aksin Tamar Vermosh, ku ka prezencë ngricash. Edhe atje po kryet kriposja dhe mirëmbajtja rrugës për të garantuar vijimin e qarkullimit. Në bashkinë e VAUTD-s më shqetësuese situata ka qenë në disa njësi administrative, ku janë regjistruar shkëputjet e energjisë elektrike, ndërsa grupet e punës së OSHE ndolën në terren për riparimin e defekteve. Në Fusharës vjen rreshet e shiut me intensitet të lartë, ndërsa janë shënuar rënje gurësh dhe dherash në disa rrugë rurale, por akset mbeten të kalueshme dhe qarkullimi kryhet pa probleme. Edhe në Puk rreshet vijojnë të shoqërohen me erë të fortë, por nuk raportohen problematika. Gjatë 24 orëve të fundit, sipas të dhënave të Drejtorisë Rajonale të Ujitjes dhe Kullimit, janë regjistruar 85 mm rreshtje shiu. Kanalet kulluese, argjinaturat dhe diga e rezervuarit të Shkodrës nuk kanë paraqitur problematika, ndërsa nivelet e lumejve Bun, Drin, Kir, Gjadër, si dhe rezervuari janë në kuota për pa rrezik përmbytjesh. Hidrovorët e Vilunit dhe të Qasit janë në funksion të plot dhe punojnë me kapacitet maksimal.